Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full shit. Full Ship Show. Yeah! Jonas! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Na jena Full Ship Show. Na jena diaspor. Baba këtu. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve në mban botës, ku do të jeni, nga shtëpia më e bukur e diasporës shqiptare në zemrën e Zvicrës, siç do jau. Tash 8 vite nga Full Ship Show. Ju përshëndesim gjithëve. Sonte do kemi një emision interesant me yje nga diaspora. Gjithmonë kemi thënë që ne bazohemi dhe shtyllat, kolonat e këtij emisioni janë promovimi i vlerave të shqiptarëve të diasporës. Kështu që jeni të ftuar gjithë diaspora e dashur që t'jeni pjesë e shtëpisë mediatike Full Ship Show në mes të Zvicrës, kushdo që ka një histori, një rrëfim, një sukses, një biznes, gjitha me radhë në Full Ship Show ju ftojmë të jeni pjesë, ta ndajmë së bashku me neve dhe me gjithë publikun anë mban, që të motivojmë njerëzit, rinin dhe gjithë shqiptarët kudo që janë me sukseset tona. Të motivojmë me pozitivitet, jo me negativitet. Të jemi me mesazhe bashkuese që na bashkojnë dhe na lumturojnë së bashku dhe nuk na përçajnë asnjëherë. Loçkan, mirëmbrëma. Bro, mirëmbrëma. Si e? Ç'është kam? Ai lov? Ka pak. Çe ke bokë të javë ti? Ka ke shkuze. Edhe që javë s'ka ndër më duket. Hë? Pak si me grip, pak s'kom bo Ke shumë. pas grip? Amo ke qenë në Berlin. Mos harro që ke qenë në Berlin. Në Berlin jam konë, para pak. Si kalon? Shumë mirë. E kom taku një misafir që e kem pas njëherë në Full Ship Show. Në Berlin? Po. Okej. Ai Flami, ai Flamur, që që pat. Ai doktori, ai doktor që bën TikTok me si doktor apo? Po. Okej. Ai humoristi, aktori. Po. Okej. Shumë Fala bota Flamur, vogël. Flami. T'fala ki. Përshëndesim. Atëherë vazhdojmë, përpara se të ftojmë mysafirë që kemi të ftuar në studio, do vazhdojmë me përshëndetjen e reklamave, bizneseve, sponsorëve tanë. Pastaj do kemi rubrikën në So Ship në Full Ship. Pastaj do kemi një vajzë e cila do na vijë në Full Ship Show për herë të parë ekskluzivisht. Realisht nuk e dim se kush është ajo, dyqysh e kombinuar me një mix shumë interesant, duket si japoneze, flet shqip, jeton në Zvicër, e ardhur nga Greqia, bla bla bla, gjitha këtë me radhë, tash do ta kemi pastaj mos u ndalë nga ekrani për të parë për të dëgjuar një histori dhe për të parë një bukuri në fakt. Sa interesante thash, ha? Rima të bukura për të dëgjuar një histori dhe për të parë një bukuri. Atëherë, vazhdojmë për të falendëruar sponsorët tanë. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Pa turbulenca me Pristina Ticket nga Prishtina në 16 destinacionet e Evropës. Me Pristina Ticket nga Prishtina në Basel, në Zürich, në Gjenevë, kështu që mos e ndroni, me të gjitha më të mirë s'ka se Pristina Ticket. Kështu që ju falenderit shumë Pristina Ticket që jemi neve. Shumë faleminderit Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Faleminderit. Ozone Hair Clinic më të mirët, shëfica më e mirë, shefi më i mirë, doktorët më të mirë, pa efekte padhimi asore, mos e ndroni Ozone Hair Clinic, gjitha rrugët të flokët. Pap. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë ADC. ADC Kosova, mjeku doktori Fisnik Mekaj, i cili ka një staf prej 50 punëtorësh, ordinanca më e mirë, më e suksesshme në momentin në Prishtinë. Ju ftoj gjithëve që jeni pjesë për të sjellur buzëqeshjen tuaj një gojë të shëndetshme vetëm në ADC Kosova. Advanced Dental Center në Prishtinë, mos të ndroni, sepse realisht ja vlen. Shumë shpejt do jetë dokin intervistë për të ndarë shumë gjëra me publikun. Pika.
Schon faleminderit AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë. Fabrika Mishit, AM Food në Basel, më e madhja më e suksesshme dhe e certifikuar nga shteti zviceran për higienë, për pastërti, për kualitet, për gjitha këtë me radhë. Jemi shumë krenar me këtë fabrikë, kështu që ju ftojmë të gjithë shqiptarëve apo ballkanasve apo zviceranëve, kushdo që ka nevojë për të patur kualitet produkte vetëm te AM Food. Përndryshe edhe gjitha produktet e vendlindjes vinë nga Kosova përmes AM Food në Zvicër Hana. Produktet Hana në gjitha marketet që keni në Zvicër janë te AM Food. Ose mish i njohur, mish i tërë në AM Food mos e ndroni. Pa. Faleminderit M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Prej derës e nder I bani mallet tuaja nga Zvicra, nga Gjermania që në Kosovë dhe nga Kosova. Prej Kosove deri në Gjermani në Zvicër, prej derës e nder, më shpejt, më mirë, më sigurt se sa më M-Transport. I keni numrat e telefonit në Viber, në WhatsApp, në gjitha platformat e tyre ku I kanë, mund t'i kontaktoni për të dërguar mallra në Kosovë apo anasjellës nga Kosova në Zvicër, Gjermani, shumë shpejt dhe sigurt. M-Transport një big up për juve. Faleminderit. Para se të vazhdojmë me misafirë që e kemi këtu në studio, atë mësojmë pak shqip? Hajde, vazhdojmë te rubrika Mëso shqip në Fol Shqip Show. Pra, siç e kemi thonë dhe e dim, çdo javë ne kemi një rubrik Mëso shqip në Fol Shqip nga Autoriteti e Mediave Audiovizive në Shqipëri, me kryetare zonjën Armela Krasniqi, e cila na jep mundësinë për të zëvendësuar shprehjet e huaja në radio dhe televizione me ato shqip. Atëherë, fasting. Fasting, anglisht. Anglisht. Fasting është agjerim, apo jo? Po. Pra, fasting është e huaj, bie poshtë edhe zëvendësohet me agjerim. E ke parasysh këtë shprehjen tjetër funny? Këta edhe na ka herë. Shumë e përdorim, është shumë është funny. Është funny, po është shumë argëtues. Ku ka më mirë se sa thua është argëtues. Të pas fjalën tonë. Argëtues është shqip, është shumë shprehje e bukur. Demolim. Dhe këtë fjalë ka herë. Demolim përdoret në herë, por realisht demolimi zëvendësohet me shqip. Pra që s'ka nevojë të përdoret demolim, shkatrim apo rrenim. Shkatrim është shumë fjalë mirë. Shkatrim, pra shkatrohet. Po. Është shkatruar. Kolazh. Gjithmonë kemi përdorur kolazh. Po. Është vërtet jo apo jo? Kolazh. Kolazh, një kolazh këngësh, një kolazh muzikor, bla bla bla. Kolazh bie poshtë, nuk është shqip. Kolazhi zëvendësohet me përmbledhje. Kolazh, origjinën ndoken në gjuhën në francizisht ndoket përdoret. Kolazh. Kolazh, po. Francizisht. Okej. Pra, bie poshtë kolazhi, ju artistët apo këngëtarët që dilni në skenë dhe thoni që kemi promovuar një kolazh apo një ashtu, zëvendësohet kolazhi me përmbledhje, një përmbledhje të këngëve. Bum. Në fakt edhe këta shpesh e përdorin. Bum, ka bërë bum, po bëjmë bum, diaspor. ata janë duke bërë bum, ata kanë sukses, bla bla bla, gjithë ato me radhë, bumi bie poshtë, nuk është e jona. Bum është me zëvendësimin dyndje në sasitë e madhe. Bum, dyndje në sasitë e madhe. Pra domethënë, kur themi bum, përmbledh shumë çka, mirë, por në gjuhën shqipe, në vend se me I thonë dikuj ka bërë bum, ka bërë një sasi të madhe të punës apo dyndje. Interesant. Shumë mirë. Shumë e gjatë. Në fakt, Armela, na lejo ta themi bum këtë. Këtë fjalë. Po vetëm këtë fjalë. Vetëm një fjalë. Vetëm një fjalë kërkojmë. Sa shumë let. Bum, të lutem, vetëm këtë na le të themi bum, me qenë se na kursen germat, na kursen ngjyrën, na kursen kohën, vetëm bumin, tirat jam dakord me juve. Event. A sinonim me thënë unë kam ngjarje? thënë që event është shqip. Jo, event. Që nuk ka shqip internacional është. Po edhe në gjermanishtën përdoret. Është ngjarje, event është ngjarje apo është event? Event është festë, më duket, apo ngjarje, si bie? Event, ngjarje, nuk e di. Kjo është nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, event bie poshtë, nuk është shqip, zëvendësohet me ngjarje. Deportoj nuk ka shqip? Deportoj kam menduar që është shqip, unë kam përdorur gjithmonë deportoj, por nuk që ka shqip. Sipas Autoritetit Media Audiovizive, deportoj është e huaj dhe zëvendësohet me dëboj. Sot janë kënë disa fjalë. Deportoj dhe dëboj. Një sekond, mos ka ndonjë gabim këtu. Përsëri, jo? Është mirë? Dëboj. Deportoj, dëboj. Ne jemi nxënës, jemi në klasë parë, akoma nuk e dim, realisht ne I kemi zyrtarisht nga AMA, Autoriteti Media Audiovizive, deportoj nuk është shqip, dëboj është shqip.
Po dëbërtoj. Kjo është e gjitha. Ora mësimit për sot, duke falendëruar Ama për kontributin e saj në gjuhën shqipe.